Nëse konsumoni bukë mistri, urgjent duhet ta dëgjoni këtë. Mistri mban konstant nivelin e kolesterolit pasi ulëndjeshëm nivelin e yndyrës. Ai luan një rol në prodhimin e energjisë trupore të njeriut. Mistri është një burim i vërtet i proteinës dhe vitaminës. Në një studim të bërë tek meshkujt të cilët kishin kolesterol të lartë, pas një trajtimi me produkte mistri si dhe ushqime të varfër në yndyrë, u arritën rezultate mjaft të kënaqshme. Mistri është një burim i mirë i energjisë sepse përmban vitamina B të domosdoshme për njeriu. Në vendin tonë një përdorim të veçantë zë buka e mistrit që gjithmonë rekomandohet për njerëzit që vuajnë nga hipertensioni. Rezultatet më të mira jep nëse konsumohet me kos, i cili duhet të ketë sa më pak yndyrë. Ndonjëherë, harrojmë se sa i teprojmë me konsumin e bukës. Njerëzit janë intolerant ndaj glutenit ose vuajnë nga sëmundje celiake, por nuk janë të vetëdijshëm për këtë, shpesh ndihen të fryrë. Ato gjithashtu mund të kenë probleme edhe me organizmin e tyre.